koment për këtë dhe ikëm, hajde. Komandant dikon të vëdhes, apo në mushë Haradinin, kjo mesazhi. Shumë i qartë. Kur isho për me ushtarët amerikanë është njëjtë kur isho sikur me kanë me flamur të ushtrisë lirimtare të Kosovës, si me flamur të ushtarëve të Kosovës, do të thotë aq kam besim në ushtarët amerikanë. Prandaj nuk besoj që do të mund të ketë mund të ketë përpjekje nëse sulmohet Kosova është tentativë për të sulmuar NATO dhe jo për të sulmuar Kosovën. Dhe në këtë kuptim unë besoj shumë, Kosovës i duhet me forcu patjetër ushtrinë e saj, duhet të zaventësohen ushtarët amerikanë me ushtarët e Kosovës dhe të mbrojnë vërtet kufirën e Kosovës, po kjo nuk mund të ndodhë shumë shpejt, kjo në base merr shumë vite që mi pa me plotni ushtarët e Kosovës atje, prandaj tendenca të Rusisë, Serbisë do të ketë në vazhdimsi për të tentuar, por nuk besoj që përveç tentimeve do të kenë sukses. Dhe do të kenë guxim për ta sulmuar NATO-n, sepse të sulmu Kosovën është absolutisht sulm direkt ndaj NATO-s. Po ato plotësisht veç këtë e kanë bërë pa.